për Milorad Dodik. Për të diskutuar për këto dy çështje të ftuar kam njohësin e gjeopolitikës Lutfi Bilali. Zotri Bilali, mirë se erdhe. Faleminderit, nasi. Po e nisim me këtë lajmin e mirë, njohjen që erdhi nga Rusia, nga uroj të jetë kjo megjithatë nga Siria, zotri Bilali, duke qenë se kohët e fundit edhe është kritikuar shumë Kosova se nuk po ka njohje të reja, erdhi një njohje dhe çfarë do thotë realisht kjo njohje nga Siria për Kosovën? Ke primir më ato që tha... Nga Rusia, po. Jo, ke thirë mirë se kem nevojë që aja do ndodhë. Besoj që do ndodhë në të ardhmen. Uroj të ndodhë dhe kemi dëshmitarë të kësaj. Jo miqësor, kuptohet, por Kosova ka nevojë për njohje dhe besoj që në të ardhmen duhet njohën. Gjithashtu 193 anëtare të OKB-s shpresojmë do ta njohin. Uroj që një ditë do të flasim për këtë njohje, Bilali. Besoj që është një njohje e ardhur në momentin, mund të them, më të nevojshëm për Kosovën. Se ka pas një stagnim, mund të them në politikën e kohët, njohja ka qenë jo e kënaqshme, po njohja e Sirisë ka një rëndësi jashtëzakonisht e madhe. Është një shtet që do thotë ndikon 23 milion banor, më 180.000 km2, kaluarën historike mos tym ka jashtëzakonisht të dhëmshme, dhe mendoj që kjo njohje nga 22 vendet e Ligës Arabe, kemi hyrë në numrin 15 vendet e kësaj ligë na njohin. Do thotë Liga Arabe ka 22 vende anëtare. 15 me Sirinë, bami tash që njohin Kosovën. Do shta kemi edhe në organizatë për koverimin islamik, nga 57 vendet, dikon 34-5, mos t'jem shumë kështu, të merë dikush për këtë shifër që po thomë, e njohin Kosovë, se ka pas dilema që u dashtë, në mendoj që organizatë e konferencës e bashkëpunimit islamik u dashtë Kosovën, do shta dërë vendet, mos t'em para, edhe me që se nuk është e obligueshme antarësimi kësaj organizate të shkojnë në blok, por dashtë edhe pse ka qenë insistimi i Turqisë shpeshherë në organizimin e këtyre konferencave, për që ka kërkuar që Kosova të njihet nga gjitha këto vende, 57 vende, por mendoj që kontribus në këtë drejtim ka qenë lobingu jashtëzakonisht i madh, po nisi nga ajo e zotit Shpis, ose zonjës Shpis këtë rast, zonjës Osmani, presidente, se që ka dhënë një kontribut që duhet pranohen. Nuk është më rëndësi me folë për emra përveçëm, por kur është tamam një veprim dhe një prurje ka që rëndësishme, është merite saj, lobingu i saj, aktiviteti i saj, mendoj. Por edhe miftimi Kosovës zotit Tërnava. Njerëz do njerë kemi raste që ngushtohemi të thumë të vërtetën. Sillmi atë dikon. Jo, nuk është kjo marrë, kem një pres të Bashkisë Islame komunitetit më të madh, i cili ka dhënë një kontribut, mendoj, dhe duhet i pranohet edhe kjo. Fola për dy element, dy faktor të brendshëm në brenda shtetit tonë, dhe faktori, mund të thëmë, turk dhe saudit, që kanë ndikuar shumë të Ahmed Al-Shara, ose Al-Gjulani, që njoftë para luftës, që kanë ndikuar që Siria të merë një hap të tillë për njohjen e Kosovës, dhe kjo ka rëndësi të madhe, hymnë në 120, besoj që nuk do dalim dhe nuk guxojmë dalmi, sepse Serbia ka bo lobing të jashtëzakonshëm me joshje, me metoda të ndryshme, për të stopuar njohjen e shteteve të reja në favor të Kosovës dhe edhe tërheqjen, që në disa raste duhet më thonë që ka pas një lloj efekti. Dhe për këtë arsye mendoj që njohja e Sirisë në këtë moment që do sjell edhe aspektin, mund të them, ndërlidhës, besoj që edhe Libani do jetë afër në mujt në vijem për njohjen e Kosovës. Po, dhe pikërisht për këtë, mund të jetë njohja e Sirisë hapje rrugës për njohjen e vendeve të tjera në atë pjesë?